5-2. Urime dita e pavarësisë të Republikës së Kosovës. Tashmë jemi 18 vjet si shoqëri, si shtet. Uroj që tash e tutje edhe të kemi respektin edhe sjelljet ndaj njëri tjetrit, edhe si persona, edhe si parti politike, edhe si shoqëri, me një ngritje më të lartë të vlerave shoqërore, të jemi të përbashkët, të bashkëpunojmë për të mirën e vendit tonë, të ngrisim lart e më lart shtetin tonë, shtetin Republikën e Kosovës, e cila është një mrekulli e vërtet që na ka ndodhur, një mrekulli të cilës duhet t'ja dim përnder të gjithë atyre që kanë dhënë sakrificën e tyre me vitet të tona, pra me dekada, duke filluar prej të burgosurve politik, prej procesit pasor të doktor Ibrahim Rugovës, e po ashtu të luftës së shejtë ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit tonë, si dhe partnerët tonë ndërkombëtar, ata europianë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urime qytetarëve të kryeqytetit të gjithë Kosovës edhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit.